Një provinciale që donte të bëhej qytetare, Xhibani shpërthen ndaj Danjës, i përmend edhe diçka të mirë që bëri kundrejt tij. Ish banori Big Brother VIP, Xhibani ka bërë një deklaratë të fortë ndaj Danja Kokës, duke u shprehur hapur pa kënaqësi ndaj tij. Duket se i ftuar në një emision, këngëtari i njohur ka thënë se nuk i ndahet shpirti nga Danja, por nga ana tjetër, si një natyrë tepër i sinqert, ka thënë se është ndjerë i ofenduar nga sjelljet e saj teksa ka shtuar: "Nga Danja jam ndjerë i ofenduar, ajo ishte një veriore që donte të bëhej jugore, një provinciale që donte të bëhej qytetare. Unë nuk po ofendoj askënd, thjesht po shpreh atë që kam ndjerë", tha Xhibani, i cili tha se ai vetë është provincial. Megjithatë, Danja nuk e mban veten për të tillë. Kjo deklaratë shkaktoi reagime të shumta në rrjet, pasi konsiderohet një koment i ashpër e shpesh racist, teksa Danja nuk ka reaguar as pak. Megjithatë, Xhibani bëri edhe një kompliment Danjës, duke u shprehur mirënjohëse për një fakt që e ka ndihmuar, teksa tha: "Dua të jemi sinqert e t'i bëj edhe një kompliment për një këshill që ma dha dhe më duke vyer. Më dha një sugjerim për një klinik për të bërë operim syrin, pasi ajo më tha se mund të rikthehet normal. Strabizni im, dhe ndoqa këshillën e saj, e bëra syrin operim dhe tani jam mjaft i kënaqur, nuk do t'ja harroj kurrë", u shpreh Xhibani, i cili u pyet edhe për të dashurin e Danjës Redin, nëse kanë pasur ndonjë komunikim që pas daljes së tij nga Big Brother VIP. Ai u shpreh: "Me Redin dhe Danjën jemi përplasur anash në prapaskenat e post Big Brotherit, teksa po bëhej parti pas mbarimit të Big Brotherit. Nuk e di pse, po sa po kalon të anash meje, mu afruan 2-3 bodyguard. Unë nuk bëre gjë, pasi ishte një parti dhe nuk kishte lezet, por nuk më pëlqeu pse mu afruan bodyguardat sa po kalonin afër. Unë madje nuk e njoha fare, e pyeta dikën në tavolinë se kush është ai, e pastaj më treguan", u shpreh Xhibani, i pakënaqur për këtë incident.